Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se takohemi në emisionin Rruga e Ndriçuar me profesor doktor Shevqet Krasniqi, që emisionin drejt për drejt dhe njëkohësisht i hapur për shikuesit tanë që dëshirojnë të bëjnë pjesë e këtij emisioni. Dhe zakonisht në 046 220022 mund të bëni pjesë e këtij emisioni për të bërë pyetje dhe pastaj sigurisht për të marrë përgjigjet rreth pyetjeve apo kërkesave të juaja, problemet të ndryshme që keni dhe që dëshironi të merrni këshilla nga hoxha i nderuar. Hoxha, selam aleikum, mirë. Selam. Kemi telefonat, apo për nga drojmë pa unë për kohë, nëse është ende në linje. Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Kem pyetje për hoxhën? Urdhnoni. Nderu. Që të vakte dhe që po falen për 4 recate para drekës, një para mësit lindjeli, një 2 mas drekës, mas akshamit, mas jatjes, që shmi falë edhe a ka nevoj më lotë që atë recate. Edhe unë knajsh mësit të kry namazin lotëna, a është qashtu mirë, edhe knajtës për ka 100 herë, se cilën Allah e bërë këtu tira që ka janë, i bëj ka 100 herë, masi kryet namazi, a është qashtu mira, do të me ndryshu vejsen. Në rregull, ju përshëndesim, selamu aleikum. Bismillah, alhamdulillah, salatu, wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Sunetet të cilat të përmendim otra, quhen sunete muakkede të forta, të cilat sunetet e ditës, të cilat falen para dhe pas namazeve. I kemi 2 hadithe lidhje me këto sunete të ditës. Hadithi parë, ai cili bën sabër, من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليل بنى الله له بيتا في الجنة. Ai cili bën sabër, i falë në vazhdim 12 recate gjatë ditës, pranë ditës e natës, ka me ndërtu Allah një shtëpi në xhenet, ka me fut Allah në xhenet, në pallat në xhenet. E pastaj i numëron 2 sabah, pas sabahut, 4 para dreke, 2 pas dreke, 2 pas akshami, 2 pas jatsis bëjnë 12. Në transmetim tjetër, 10 recate, dhe 2 i hek drekes për para, ja hek 2 recate, ja lën 2. Pra 2 sabahut, 2 para dreke, 2 pas dreke, 2 pas akshami, 2 pas jatsis. Këtu sunete quhen sunete muakkede, sunete të forta, që vinë në rang me një herë mas farseve. Janë sunete të forta. Të forta sepse kuptim ligjvënësi ka përforcuar faljen e tyne. Ka nxitur shumë, ka stimuluar shumë që muslimani mundësisht, jo domosdoshmërisht, mundësisht mos të lënë këtu. Normal, nuk janë rangin e farzëve. Farzës ka rrugdalje. Këtu ka rrugdalje, por mundësisht me sile. Tani, më lutën të, po bën më lutën të. Gjithmonë, në namazet nafile, dera e lutjes në gjuhën shqipe është e hapur. Namazet farze mbesin se që janë. Namazet nafile, sikur se në sejdë, sikur se në namazin e vetërt, kër i qënë dorë të recatën e tretë. Mën është me lutë gjuhën e shqipe. Namazin e natës, kër falë namaz natë, namaz vullnetar, në sejdë lutë është në gjuhën shqipe. Thuni 3 herë, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. E pastaj mën është me madhru Zotin, i lartësuar qofshë Zoti jonë, që na ke kryuë, na ke dhanë këto të mira, këto, që të vjen ty me thanë, që na ke bo për muslimanve, për namazlive, pastaj o Zoti jo, ma jep këta, ma jep këta, ma jep këta, ma jep këta. Largama këta, largama këta, largama këta, largama këta. Bëma te, e lutë Allah, të barëke o talë.
E lutë për dynja dhe për ahiret. Për dynja dhe për ahiret. E lutë Allah. Pejgamberi Allahut ka thonë në disa hadithe, ndërto, kërkoni për Allahut me ju mbrojt nga dënimi i varrit. 3 herë ka përsërit. Dhe sahabët kanë thonë, na'udhu billahi min adhabin nar, na'udhu billahi min adhabin nar, na'udhu billahi min adhabin nar, min adhabil qabr. O zatruna për dënimit varrit, për dënimit varrit, për dënimit varrit. Në namaz, kjo ka përsërit. Në disa forma, lutjet e tij me mbrojt Allahu për dënimit varrit, për dënimit xhenemit. Për shembull, hadithi i njohur i qartë, Allahumma inni a'udhu bika min fitnetin nar wa min adhabin nar. Wa a'udhu bika min fitnetil qabr. Wa a'udhu bika min adhabil qabr. Wa a'udhu bika min fitnetil ghina. Wa a'udhu bika min fitnetil faqr. Wa a'udhu bika min fitnetil masihid dajjal. O Allah, kërkoj mbrojtjen tënde prej fitnes së xhenemit, dhe prej dënimit të xhenemit. Kërkoj mbrojtjen tënde prej fitnes së varrit. Kërkoj mbrojtjen tënde prej dënimit të varrit. Kërkoj mbrojtjen tënde, mbrojmë Zot prej fitnes së pasurisë. Pasi njëtë bë fitnet mashtron, të hub, të tranon, çmend. Andaj, rumë Zot për asaj gjendje. Kërkoj për te, Zot më mbroj për fitnes fukara Allahut. O bë fukara dhe do më çmendaj. Edhe imanën e runë Zot të dro e lën. Pse në me kanë fukara? Pse në me kanë fukara? La ilaha illallah. Fitne. Ta që të doha, pse përmena këta? Dhe shumë dhjetëra tjera. Ai që këtë rabi, qësh me lutë? Tamam. Mja bëhë atina haram më lutjena, në gjënaha. Mja privu atina të drejtë për më lutë atia pa asaj. Andaj, këtë lutje i lexoni, mundoheni me mësu, s'mundeni, apo të ngjajshme, luteni në gjuhën shqipe. Na file. Pastaj njeriu ka nevojë shpirtërisht, ka nevojë me lutë Allahun e madhruar. Jashtë asaj që në Koran e në hadithe, sepse nevojat ti personale janë. Në Koran së përmenat gruja tina, fëmija tina. Koran përmenat, po, duaja për evlat, e vërtit, po kësë din, kësë për din. E të lutet njëri. Ama në farzet, mbani si që janë ashtu, runi si që janë ashtu. Na file po. Pa të një pyetje dytë, por kemi telefonat për në kaldrojmë. Selamu alaikum. Po? Alaikum selam. Por, nani? Unë kita një pyetje, unë kërkoj punë e në apo me pak në matin i akutomit me jatin me pak pa jatia në jedojna në tjatë pas. Ku jatia të vonë, apo me pak. Se më ta vaj pi të mjetë me tot me e falë jatin e në me pi me fletë. Atot me e pi jatin kohë e tëtë. Jo, mami. Selamu alaikum. Selamu, Allah. A mujtë me kuptu. Jesresh kuptova po. Sa mujtë me kuptu që banjacin me shty, me falë me vën. Por kishte diçka me akshonin për atë pjesë nuk kishte të qartë. Jacin bën me shty me vën, nuk prish punë. Ta pastaj me flenë, shpëtoi disa. Po, bën me shty me vën Jacin. Për qef, për arsye.
me shty mas gjysmës së natës nuk është e pëlqyeshme. Per çfarë pa arsye? Për ndryshe nëse ke arsye. Se për shembull njeriu është i lodhur. Ka punu tanë ditën. Dhe mezi e për ata akshamin. Si ta fal farzën e akshamit, nëse mund të senetin me fal, edhe të me zërë, edhe mos më nërën, o dek për gjumë. Këllet flan, pas të flan një orë, e pas e mund që përja si, sepse vetëm sallamitet më shumë, let flan, 3 orë, 4 orë, 5 orë, let flan. Qohet ma vënë falja sin. Ose arë për rrugës njeri ju duke më rri për rrugë, ta zamë për Shqipnis. Dhe më rri këto në ora 2 të natës. A i mundet më ndonë në rrugë më falë dikun. Alhamdulillah, ka mundësi. Por, jo ftafte, jo nëzete, jo avdes me marrë, me prish avdese, pak të laushe. A i thot për shembull, a prish punë me falja sin të shpija, kur të më rri në ora 2 të natës? Po, bën. Sepse ende është kohë e yatsis. Nga se në parim, 4 vaktet e namazit, njëri del, hyn tjetëri. Nuk ka mes tyne vakum. E vetëmi namaz, i cili ka vakum me namazin tjetër, është sabahu me drejkë. Pasi del sabahu, e që i bje lindjelë, që ka më në falë? Se në falë drejkën. Drejkën se në falë. Asë në shtynë sabahu në banë, asë drejkën se në ngrej më heret. është ko pauze, interval kohor, pa namaz, në mënyrë që njerëz me punu. E shef, me punu. Dhe i ndrejkë. Sa të dush ka ko me punuaj. Fillon drejka, nuk ndërpritë namazet. Njëri del, automatikisht i tjetëri, del kë, hën tjetëri, del aj, hën tjetëri, del atësia, hën sabahu. Andaj përderi sa, nuk ka hy sabahu, edhe në kohët së fyrit, kohë atësisa. Kështu që kjo është kohë atësi, namazet i kanë këtu kohë, për fillim dhe në fund. I qëndia për shambull. Për i qëndi ka hadith, që mësë shty qëndin deri afar akshamit, pastaj shkën të kusha tje shty deri sa pak për në të dilë, tani gullë të më falë namazin, o jenë kërë në kërët di, ka në hadith, dhe bjenë sejtë, sikur se pule e kënu, sikur e hanë të kokrat, pra ka për qëllim, hala 500 balin sejtë e ngrit në altë, hala pra në rëkullqohet, sepse do më nëzën namazin para se më për të dili. Kjo është nuk din që ka thas, nuk din sa mash. E pse shtyve Allah këtë namaz ka që vëna, ba me ditë, pse? Apo dënë veç me kry borqin, po ke i besi si gjysmë hajgare. Nuk bënë ashtu. Kjo kërbohet për qef, pa arsye. Po nëse të nëzë gjumi, dhe del 10 minuta para se më për të dili. Po nëse e ka në shumë nëzanë, edhe ti pret, mjekët në spitale, në për kuzhina, grate, në autobus njerëzit të shku për të shpija vete, është në rrugë për shpijës, në diçkën të shpija edhe pak, se i mjë ngushtu shumë kohë në alë të falë në rrugë, por edhe pak, e nëzanë. Ta shkë nëzanë, për nuk e nëzanë me atë komoditet me falë dalë nga dalë. Pra nuk e le për qefi namazin. E ka falë në kohën e vetë, po. Ndërsa, kur është njëri i lirë, dhe s'ka arsye me shty namaz dhe në fund, është e papëlqyeshme me shty namazin. Sepse pejgamberi me hadith ka thënë sallallahu alaihi wasallam, puna më e mirë, më e hajrit, afdalu habul amal illa Allah, salatu ala waqtiha. Puna më e dashur te Allah është me fal namazin në kohën e vet. Në kohën e vet shumë ulema kanë thënë komentim në fillim të kohës vet. Në fillim të kohës vet. Tamam? Mirë të po marrim telefonat tjetër kemi. Selamu alaikum. Aleikum selam. Pardone. E kam një pyetje për hoxhën e nderuar. Po, cila është pyetja? A lejohet me vizitu detin e vdekur për arsye shërimi? Detin e vdekur për arsye shërimi. Po. Përshëndesim, selamu alaikum. Ndërkat që asaj motrës, falenderit edhe nga në juaj, me të mbërgjë ta pas namazit, lutë në bajtë të spika 100 herë, a është rregull thotë apo duhet më ndryshu? Jo, s'ka dërt, veç kry të spit që 33, të 100 të në her la ilaha illallahu
wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, të 100 herë, e pastaj në rreth të shtëpisë sa të dush. Tash ky vllau pyeta për me shku në detin e vdekur. Për arsye shërimi. Po ban. E çfarë shërimi ka ti nuk e di unë. Po detin e vdekur ban me shku. Atëherë po morëm telefonatën tjetër. Selam aleikum. Aleikum salam. Po urnani. Moi me hoxhën me folë mes emisionit, e kam një pyetje. Kontaktoni në regji dhe pastaj regjia ju e përgjigjen. Faleminderit. Nëse kemi telefonatën tjetër, po inkuadrojmë, nëse jo, po lexojmë një mesazh. Thot, kemi telefonat apo s'kemi? Thot, kam qenë i pa udhëzuar dhe kam marrë një kamat pra fajde. Tash që një vetë Allahu më ka udhëzu dhe jam në namaz, kuptohet e kështu me radhë. Mirë, po tash qysh do të me kthy unë çat bërç. Ka marrë pare? Po ka marrë një kamat fajde. Ka bërë një kamat, ka bërë klapa fajde. Po. Tash një vetë. Pra, mirë, po tash një vetë është udhëzu, në këtë rast qysh me vepru çat kthimin e borxhit kamatës fajdes qysh do shtoj me kthy. Fillimisht kamata duhet ta kuptojë çdo musliman dhe muslimane. Se kamata është për harameve më të mëdha. Për harameve më të mëdha që mund të bëjë robi me ajet koranor. Edhe me hadith pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Allahu e urdhëron musliman që të ndalojnë kamatën, të largohen kamatës. E nëse nuk i largohen atër i kërcënon ashpër të bareke wa ta'ala. Fe in lem taf'alu fa'adhanu bi harbin min Allahi wa rasuli. Po që se nuk e bëni gjatë të tillë, nuk distancoheni prej kamatës. Pra vazhdoni të qëndroni në kamat, të hani kamatën fajden, dijeni se keni shpallë luftë Allahut dhe pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi me hadithe, 10 hadithe, alaihi salatu wassalam, e ka cilësuar kamatën si njërë për mkateve më të mëdha. Lanë Allahu akila riba, wa mukilehu, wa katibehu, wa shahidej. Njëra ndër hadithet. Allahu, hadith të vërtet, Allahu e mallkoft. Ata që hanë kamatën, ata që jep me hangër që tjetër, po njëra e merë, tjetër jep, të dytë. Ata që e shënon, që më në procesin, proces verbal që dhe ati që shënon, o shahidejhi dhe dy dëshmitarët. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur i ka numruar 7 mëkatet më të mëdha, dhe ka thënë ittaqu sab'al mubiqat, në transmetim ishteni bë sab'al mubiqat, largojuni 7 mëkateve shkatërruese, ndërto ka thënë wa aklu riba dhe ngrënien e kamatës. Kështu që këto ulemat janë me konsensus se kamata është për haram më të mëdha. Runa zot. Por fatkeqësisht për përsëris në kohën e fundit shumë musliman futen haram, futen kamat. Edhe kjo ta kujton një hadith tjetër. Që pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, hadith është Bukhari. Yati ila nasi zaman, njerëzve vjen në zaman një kohë. Nuk e ka dërt insani. Minene e khadhe l'mal, e min al-halal, e min al-haram, ka mor pasuni kafetaj, a halal, a haram. Vështë kamone, vështë bajune. Pra, peshet kiametit. Njerëzit, mës mi shikuar rrugt, qysh me ardhët e pasunia. Rrugt, krejti bën halal, krejti lejon. Vështë të pasunia, të ranë, të mashtran, e bën ka bëll haramin, i mshilë si nëjt të metave të mallit, e bën ka bëll komatën, e bën ka bëll rëshfetin, runë në zëtë lejle harami, vetë mardit e pasunia. Shajp kiametit.
Dhe fatkeqësisht se çaj është duke ndodhur të shumica e muslimanëve. Allahu na ruajt. Tani, robi i cili është penduar, çfarë duhet bëj? Elhamdulillah që ky vëlla është pendu. Edhe udhëzu. Tani do të pendohet edhe për komatës. Sikur për çdo mëkati tjetër. Sigurisht për çdo mëkati tjetër. Kur të pendohesh, çfarë kushte do të plotësohet një jetë janë edhe këtu. Me ra pishmani më pendu për veprën që ke bërë. E që është ke hi komat, ke hi kredit, ose ke humbur parë me fajte. E para. Ke bëni haram. Më tërhiq me njëherë. E dyta. Treta, me vendos me kur mos më kthy den kiamet. E katërta, nëse ka të bëjë me punë pasunie, apo me hak të drejtë të njerëzve, nuk është kush në pasuni. Për shembull të kom bëu ty zullumën. Jo në pasuni, për zullum të kom bëu. Të kom pengu dikon atje me përparu më avancu, të kom fy, të kom pengu disa të drejta që ti ke pas me i marë. Të s'ke pas ka dërë, por në fakt ti ke hez drejta saj, unë jam bërë sebeb, për shembull, edhe ma ke pa sherrën. Që është thëtë shumë njerëzit, ja kom pa një filanit, ja kom pa sherrën shumë, a thëtë ja kom pa sherrën, filanim ka dëmtu, ose pak ma ndryshet filanim ka dëmtu më shumë. Filanim ka dëmtuar shumë. Tash kë, do më pendu. Nuk mjaftan, pendimi, pa e kërku halalën atina. Filanit. Ndërsa, nëse është edhe haku, edhe nëse është, nëse ka të bëjmë çështjen e pasunisë. Nëse ka të bëjmë çështjen e pasunisë, atëherë, nëse ke hak robit, do të mja kthy. Këtu të komata, do të më hiq atë haram që ke për vete. Se çdo pasun tjetër haram që ke marrë. Për shembull, dikush ka marrë shfet. Dhe din që shfet e haram. Apo e ka marrë vesh që shfet e haram. Çfarë do të më bëj? Sigur se ka matër një të njohë. Sigur se kalu bëgjazat që ka fitue milionat nështë, ose qindra mijëra hera. Tamam? Ka shit alkohol atje, ka shit haram atje, ka bo haram atje. Krejt kjo pare është pare pist. Pare e pist. Kjo pare është e pist. Duhet me hjek atë sa ma shpejt. Duhet me hjek. Qysh me hjek? S'pastro vete për aty në pareve. Këtë rast të kamata këtu. Nëse ka marrë këta zami kamat, 10.000 euro, apo 100.000 euro. Qa ka bo me 100.000 euro? Pare që ka marrë kamat, do të me këthy këtë me hjek. Kret me hjek. Jo me gjumë bërlag. Në fakti, bjesi me gjumë bërlag, sepse kjo nuk zënë përfitu për tyne. Ma dje nuk ka sadak, nuk i shkruat sadak ajo. Do të me hjek këtu. Me që ku dë qoftë. Pra ta Allah ka thonë, u e në tëptëm, felekum rrusu e mëvalikum. U e në tëptëm, felekum rrusu e mëvalikum. La të adhlimun, o la të adhlimun. Nësi ju pëndohni, në procesin e komatës, felekum rrusu e mëvalikum, pare që ke shtitit tuat, i nëzjerë, i ki halal. Tjera të haramit, heqe krejt. Heqe krejt. Heqe i bije. Nëse ke marru një objekt me haram krejt. Me komat komplet. Apo me pare të pesta. Të s'mund pëndoj, sinqerisht për hjek atë krejt për vetë. S'mund. Sepse, a nuk është për kushtë të pendimit, më shkoq për ati mkati, ati haramit. Ti nuk për shkoq që fitina, ti përën me te. Kështë që për dikën kje duket pak e randa dhe dhimshme, sepse parja ku prejk njeri atë me njëherë fillan të hezetaj. Por, kjo është pendimi i vërtet. Ta nëse kemi telefonat për në kadrojmë.
Mirë, ama. Selam aleikum. Aleikum selam. Deshta një pyetje për hoqën nderuar. Unë para disa ditëve, do me thonë në natën e Kurban Bajramit, në mëngjes, do me thonë e pash një ëndër edhe që 4-5 vite që më ka ndru jetë baba, është hera parë që më ka shfaq në atë ëndër. Edhe isha brenda me një lift me thonë, edhe në atë moment pamja liftit mu duk si kur më konë mrena qapës. Edhe në atë moment mu shfaq pejgamberi alayhi selam. Edhe pash vetëm një lloj drite ashtë madhe pak mjekër edhe rash me lift në tokë. Edhe në atë moment pash një shtëpi me derë të hapën, edhe pash një kurban të therrën në tokë, edhe një thik përmbi një tavolinë. Edhe pejgamberi alayhi salatu vesselam mu drejtu dhe më tha, merr tha prej këtij kurbanit sa dush edhe ha. Edhe në ato momente, unë ja shtrova pyetjen thasha, mund është tash me ardhë me mund të shkoj te baba ti kallëzoj që jam zotejt me ty edhe të kam pa. Edhe në momentin kër unë afrova te baba për mi të regu, do me thonë nuk ish më pejgamberi veç u largu. Dhe unë kur e afrejsha kamën për me hyp në atë lift, do me thonë mu hapke vetëm mu. Ndërsa baba me t'i pas shpirti kur provajke me himrana, ati nuk jo hapke dera. Pyetja jam është, unë edhe jam falë, deri para 3-4 mujve, kam falë 5 vakte, po kam qenë me një kohë me depresion, me stres, me ankth, edhe nuk kam mujt tash me baba. Ndërsa nanën e kam hala gjallë, i falë 5 vakte, edhe deshta me pyet hoxhën më shumë, a është një shenjë për një kurban, apo si muret më spjegu se nuk kam arrit me kuptu pak është shumë. Tani nuk falni namaz jo, po? Më falë? Tani a falni namaz? Tani jo, ka 2-3 muaj që nuk kam falë. Pse s'pa falësh? Këtë stresi, po të depresion. Jo, Ka qenë një kohë që kom konë me shumë depresion, me shumë ankth, me shumë terapie dhe në moment kër isha duke dhonë se unë fund sejdës kisha tepër ankth, u djerësisha shumë, sikur me dojnë shpirtin dhe ka e farë ndjenja. Edhe më detyrojnë me një farë mënyrë dhe qysh sikur më largu për pak kohë. Do të merrni përgjigje pas pak, i përshëndesim. Selam aleikum. Është radha edhe për një shkputje të shkurtër për ta ndjekur së bashku një blog marketingu dhe pastaj rikthehemi në studio të qëndroni edhe me tutje me ne. Rikthehemi në studio për të vazhduar tutje me pjesën e dytë, rruga e ndriçuar. Kemi telefonatin, kuadrojmë. Selam aleikum. Alo, mbrëma. Mbrëma. Isha një pyetje për hoxhën e nderuar. Po, noni. Pyetja ime është për nanën time, e cila është e mbulume, punon në një fabrik, ajo fal edhe namaz, po brenga asaj ishte deshi pyes, është problem se ka një herë dreka i bij jo bashkë në pauzë apo në pushimin që kanë të leju të hanë bukën ose të bëjnë pushim, po i bij ma herët ose ma vonë. Ka një herë thot ajo detyrohem t'i rej, t'i mashtroj të tjerët se ku jam duke shku vetëm për ta falë namazin. A hyn gjinah për këtë sen apo jo? Kishte shumë dëshirë të marrë një përgjigje prej hoxhës. I përshëndesim, selam aleikum, do të merrni pas pak përgjigjen. Në fakt, ka përpasi pyetja në pjesën e dytë të atij vllaut që pyeti për babën, për ëndrën dhe tha pashtu që namazin e kishte lënë që 4-5 muaj. Në fakt, atë vllaun Allah e drejtoft, e udhëzoft, se ka lëshu rrugën e Zotit. Robi i cili e lë namazin, ai le t'i gjen 100 arsye. Madje le t'i gjen 1000 arsye.
Pa asnjë nuk e pranuan. Asnjë. Edhe vërteta është vetëm një. E ka lëshuar rrugën e Zotit. Nuk kam për qëllim e ka lëshuar rrugën e Zotit, ka dalë për feje krejt. Por i është zbe, i është dobësuar, s'ka i shmerisht, lidhja me Allah. Që shërë le namazin? Lëna namazë, dhe që i bije me thonë Zot, unë sem zërë për ty. Dhe ishtë ashtë në keshë zërë për ty, ta shtë pëdu, sem zërë për ty. Po prishna me ty, Zot. Po prishna, më kam më prishesh. Me Zotin më prishesh? E kap kjo? Bën kjo punë? E kap logjika robi më prish me Zotin? Jo, marja. Namazën nuk lehet. Lehet e kam depresion, e kam stres, e kam. Bash namazë është ilaçi më i miri. është terapia më e fortë antidepresive. Dhe atë me ajet kuranor, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Illa bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Ata të cilët kanë besuar, zemrat e tyre qetësohen. Qetësohet robi. Bi dhikrillah, të kujtu Allah. Pastaj thot, a thu vallë, nuk qetësohen zemrat me kujtimin e Allahut, i bë Zotit dhikr. E dhikr është dhikr i përgjithshëm, namaz është dhikr kryesor. Kështu që namaz robi qetësohet. Tani e vjen rënda djerë ma letë, ato janë gjërat të cilat edhe neve, edhe këtë dyjas, her na vjen ma letë, her na vjen ma rëndë. Por namazën ke lojna. Namazës ba me lo. Sepse është me hadith, lahtu ledhi bejnena u bejnehum as-sala. Letari më i fort, lidhe më e fort, beslidhja, kontrata, marrëveshja, shprehje tjera, mes teje dhe me Zotit, masimane që ka është namazi. Kërë ndëprejnë të në farë mënyre i shkëpu të lidhet me Zotit tëndë. E që bje s'ki bes për Zotit më. I prish me Allah. I prish me Allah. Runa, që dujnë jeta më prish me Zotin. Që dujnë pasonia, që dujnë poste, që dujnë dynjaja, nëse prishesh me Zotin. Allahu në arruj që arabi. Allahu në arruj. Kështu që ndëruar namazën fale. Namazën fale, o muslima, namazën fale. E për që hega pa, ke presjen, vjen një rand namazët, pagu në Zotë shumë fesh ma shumë. Për mundin, për durimin, pagu një madhi Allah. Ndoshta, këta në është të ka që Allahu, është sinjal që Allah dhe me të lëzu. Për faktin se ke pa pejgamberin anër, a.s. dhe si dyti, ke marrë veshtë kurbanit, e marrëja ngrënja veshtë kurbanit, është sehari që mirë. është një përgëzim i mirë, që gjendja jote ka më të përmirësu, inshallah. Edhe shpirtërore, psikike, për edhe materiale. Por ke frikë Allah namazën fale. E mësele namazën. Mësele namazën. Se pa shëmallin Allahot, me të zonë deka që gjendje, sendë Zotit punë, nuk të krynë që të justifikime. Pa namaz nuk bëmë shko robit të Zotit. Ata që i tutën Zotit, ata që i tutën ditës kiametit, ata që ja ka ndronë gjehnemit. Pa namaz mështë jam synë. Mështë jam synë. Sepse as erë së një mërë gjenitit. Erë së një mërë. Atani e futë Allahun do një herë në gjenet. Pas ka që mira vite, ajo është e drejtit tina. Të bareke o ta'ala. Por, kur të hinë miletin gjenet, kë nuk e në gjenet me ta.
Këse në kalon në urën e siratit. A në rrugë siratit është xhehenemi. E pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë, në të dy anët e urës e siratit, qëndrojnë me laqet, të cilat me vete kanë disa lloj karrema, si litar me karrem. Ose si më thonë si në fej, e thënë shqipk? Si në shqip diçka ose me këthyn me karrem. E kap njeriun, e gjun për ngreh poshtë xhenem. Kjo e kap qëtër e gjun xhenem poshtë. Jam mësyn me kalu siratin. Po, sa njeri bie për siratin xhenem, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. E pse më ronë xhenem? Pse? Allahu të dhëzoft, e drejtoft, e të shëroft, e të këndelt. E babën tanë, nëse ka vdek musliman, e më shëroft. Inshallah ka vdek musliman. Kemi telefonat, për në kadrojmë. Salam aleikum. Salam aleikum. Aleikum salam. Kam një pyetje për hozën, kur ke fjala për kamatën, për lloj kredine këtu. Peq ju kur ditë dynjoja për martese, për me marru shtëpi, ja kanë shit njerëz bëlyk gjove, ja kanë shit tokë, ja kanë shit mal, sot gjendja ekonomike po ta imponën me hi kredi për me marru, sidomos naj shtëpi apo për martesë. Domethënë me niyetin që e bën, po ta dëshirë me ditë prej hoxhës se domethënë s'kemi hi kredi për menet madhe, po pas ndërtim shtëpi ose për naj martesë. Gjendja ekonomike me 5-600 euro, buksun një herësët. Tamam, do të ndani pas pak përgjigjen, ju përshëndesim. Aleikum salam. Salam aleikum. Ja, mu të pyetje për nonën e vetë që punon në një fabrikë. Dreka s'pe vjegjët më po usë, ka jetat po i rrenë. Pjesë më bërç, ajo mirë është duke bërë. Më rëndësi është më gjinë. Më rëndësi është më gjinë, me falë namazin. Ka në bërë me shku me thonë, kam pak nevoj, pa dalë pak kam një nevoj. Ke po këta dohen gjitë kur dalin, që ruhen, nuk të reganë që pa dalë pitë cigaret. Po është pak pa dalë se diçka kam nevoj, diçka pak me dalë. Tamam? Kështu që e lënë hapën, ti me në qka dush për të, kërësore e delë, për një cigare këthejet. Edhe kja, gjej mënyrën, kërka dyqysh nëj, kam pak nevoj, pak edhe falë farzën e këthejesh. Ta shte kë vlau, që po thotë se prej Hazreti Ademit e kënej kanë shit, kanë bëgta, kanë bëgta njerëzit. Këta që po thotë kë, kështu e thonë krejt që ta njerëz, të cilët hynë kamat, të cilët marrën kamat, të cilët edhe japin kamat, të cilët japin fajte. Krejt. I rallë është e njeri i cili thët kjo nuk në rregull. Është haram. Por, më nojtë me bë veti rafë, me qeni derë veti. E që shke derë, që më nojtë me qelë veti është për shejtanit. Më njërë shejtan me thonë, ti mirë i ki, ti veç grahin si mirë i ki. Si puna namazit. Që e thët namaz? E kër e veti, pëse s'po falësh, apo falësh, në përgjigje e kuptën se shejtani është duke lujt me të, në përgjigje e kuptën. Sepse e nisë, ty bëj po falën ka një herë, a të rranë, po falën ka një herë, sabahun e ka në rëdhjatësine, po nuk po moj, ta nisë marë se tu, nuk po moj, je dojtë punë, të që li po në raport atina. Po e ka mësu e shejtani, e ka mësu një formullë. Që me qatë formullë, me bindë këtë vetë vetën e vetë, se në regullo, mirë i ka punë këtë, edhe pa namaz. Dhe me marë si arsye, si justifikim arsyetimi dhe parat e tjerve, nëse të pysin për namaz. Sigur të gratë tona, motra tona. Cilën dilë bërë intervjist, të gazetari, bërë intervjist qytetë. Pse që fluhesh? Ma dje pse që vishësh?
A ka në arsye motër? A fëkar Allah s'ki pare me ble? A je dalë më shit? A në ashtë e bje dikujnë në sy? E te ki qep një të regu gjymë ty trupit, ke trupin tanë? A bë me ditë, më falë që bëtë pësë, por pse e dalë? A bë me ditë thjeshtë, si gazetarë, nëse dërë më përgjë, nuk dërë më kërgjë. Që kanë me thonë? Krejt femrat, pështu të kjo inteligencë, se dhe lështë të dhere, dhe në shpetanët, edhe në shpetam, i kanë rrëth 2 përgjigjeve, kërësorja. E para, zhek, nëzet. Vera, nëzet s'pë dërojët. Po dhe, se për të është për neve ja. Për neve ja. Burrat, me krevat, me këmish gatë, me unë gata, me këmish, me palët, me... Verë, dime në njëtë jena. Vetëm se dim të ashtë në një jakë në matrash. Për neve, dhe me thonë, nuk përvlekan ligjet e natyres së për tu. Ose përgjigje tjetër, po ty për tana për dalin qështu, edhe na qështu. Edhe tani, me po me himan detaje, hala, vjen hilje tret, po njëri me zemër është, me zemër me rëndësi. Nuk kam bërë, me zemër pas mirë, nuk kam bërë rëndësi të adel desha vesha. Krejt këto, pra janë hiljet kurdisuna, shablon, tlap, që amësën, shëtanë më mëkuar. Andaj njeri ju do të më qitë punë të veta, punë të tua, fjallët e tua, vendimet tua, po flasë për fe, më qitë në peshojën e dinit Allahut, o musliman. Lemi të ma të fora, ti me thonë 50 ademit, mileti kanë shite, kanë ble për darsëm. 50 ademit, ka mundësi njerës kanë bërë gjënahe, kanë bërë harame. Tash të themi nese që 500 jetë Kosovën tonë. Allah për gollak, e rafshë Kosovë, se dërnisë duka gjënë, që 500, 1.000, 2.000 vite, o zëtë e din që sa. Korallë, 5 maj, 6 maj, që kanë bëtë kanë sërpik me ujë. Të kanë lidhë pejtë këtë që bardhë në dorë, të kanë gjitë patkonin e ndërë, në kërë, ndërë të borrit. Mëse prej filan lisë është i shajtë në zetë aksirati. Për të kalen manë se zezë, rujë për të gjënë e bela, dhe sa të dushtira. E kur që thua ju njerëz, këtu nuk jenë me din, na a kem dinin si mbas Allahut, Koranit, fjales Allahut, fjales pejgamberit Senetit, apo si mbas tikeve tua. Jo Allah si mbas Koranit dhe Senit, atëherë pra nga më ti mu. E nuk i nevojti me full, se është për shkretan. Nuk i nevojti me ngue egon tane, e mja fut këtë. Sepse mja fut këtë ati në shkenës ngellë, të atës nish të madhe mërë. E sa dush të thunje mi zoti me me që profa ka ngellë. Profa të ka ngellë, sepse ja fut e këtë krejt. Nuk shkën dinë zotit kështu. Nuk shkën dinë zotit, nuk shkën. Harami është haram, deri në kiamet. Halal është halal, deri në kiamet. Allahu e ka bërë kamatën aq haram, sa që robi dridhet veç kur e lexon, e kur e ndëgjon ajetet kuranore, e hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se qysh ka folë Allahu për sarat ka folë Allahu e pejgamberi ti për ata që hajnë kamatën. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tani ndëruar. Qak shumë bona, është të nërëjmë. Shumë thjesht, se koha është, për më duke të pafrohet. Mas me kanë shtë banka të shërës, të fesadjen. Të është fesadjen. Këtu jenë mirije, piletin, me api gjakën e pamuk. Bankat nuk vinë me ndihmu shtetarëve. I rejnë. Bankat në parimin themeluar, me api gjakën me pamuk shtetarëve. Me u pasëru ata në korrët shtetarëve. Më pasunu.
Tamam. E që mileti, këto s'ka nevoj me i di se si janë këmë di qëfar një horish, por për me desh me di halama ma në detaje, shumica 96% në bankave dhe pasionisë botës janë të 3% njerëzve. Të cilët ta kanë parën dorë këtë botë. Në përmjet që në bankave, po edhe bizniseve tjera, numër 1 bankave. Dhe kanë imponu edhe shteteve. Kanë përhapë rjetën në çdo vend botë. Kemi shti parët pa qarë në bankë, të onë kemi pruat. E onë e marrë për ty në që ka du. Mirë jep mi letë. Mi jau pije gjakon me pamuk. Mirë, po më se shënkan që të banka, që ato që thate kanë shqit kjerën, e kanë shqit lopën, e kanë shqit për më martu njerëzit. Që kanë bëhet herë, kalëzëm të mu? Që këshëm bëhen ashtë ashtë? A i shumë deka? Ja, me se shumë dekna. Ja, mërja, se ke punë shkanë shëtë popullë e shtaj, kam se ki ergane. Ja, mërja. Tash për shambull, unë edhe ti. Me shku në përmjet bankës, e që i bije ma marë kredit ma bli banka, unë kësha marë një kërë 300. 100.000 euro për shambull, të shambull të. Por, pësa pa qarët a shonë marë kërë 100.000 euro shta? Pësa e zba me hipën në kërë 5.000 euro, 10.000, 15.000, 20.000? Ose sa ka mëtësit? A pa qarë me kana? Ja, marja. Por njëri kërë se kësyrë haramin, ta në kësyrë të shëjaj dy janë. Ta shëjaj dy janë. Islami në nalë njëve. Dinë kjo. Fejo kjo. Në të në bëjtë që ka dush. Ta shqyshtët njëtë në qëta arsytime, është nevoj, nuk e dëmëzdashmëri. Dëmëzdashmëria e lejen të ndaluarën. Jo nevoja. Dalim në sektor tjetër. Motrat tonë është ashtë vijë sezoni veror, i hanë kaftë e s'ka që i pret mushe deti me motrat tona besimtare. Qa thujnë ato? Nevoj është. Ilaqët deti, nevoj. Tash, do me thonë edhe ty në jam leju, së është nevoj. Edhe do të me hjek atë haramin, që me shku atje më gjvesh, e më bë bashkë atje burra grana gjendit që janë ata, na përdojf ka me fshi tash. Sepse nevoj. Këto në komat, ko ka nevojën pas njëri një shpi paqare, të madhe që shka qef kë, me pas një automobil, e me ble nusen, bë darës ma atje nusen, me bë mi amundësu atje njerëz me shku më drëdhu më ras haram atje, edhe ke nevoj ka po, do me zëshmëri edhe atje nevoj, edhe këto e lejojnë ana, heshtëm, sepse nevoj ka mata, krediti. Heshtëm për deti sepse nevoj me shkon deti. Heshtëm të mbulesat sepse nevoj se zhegima. Heshtëm kur s'ka mundësi më fa namazën atje vje vështirë sepse zërë më fa namazën në punë, në shkollë, sene, heshtëm edhe aty. Tamam? Dhe që e bje kjo bje mëre farë gërshante edhe prej këtu fejnë, edhe këtu prej fejnë, edhe këtu këpëte, edhe këtu këpëte. Që e thënë këse, që kam bet kjo? Kjo mbet feja, se feja të krishtere që i fute. Pse ka ndryshu feja krishtere? Apo njëri një bëni pyetje vetë vetës. Pse ka ndryshu? Që ka që ke punë? Për ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, për shembull të ndëshkimit, veprat penale. Thot, ata që kanë qenë para nesh, ka për qëllim që futet krishterët. Kur ka vjedh, përmen këte, po tani edhe raste tjera, kur ka vjedhur, nëse ka vjedhur një fukara, kanë kjo ligje Zotit, do të përdënu si bas të vratit, si bas librit shajt. Në gjëna fukara, ta përdënu, si bas ligjit tyne. Kur ka vjedhur pasën, i fisniko, aristokrati,
Kur ka vjedhë aristokrati, po ka dalë të se nashtaj, nuk ka pasur atë qëllim të ka dalë të nashtaj, nuk ka kanë gjendje të shumë të kthjellta, ku ta di, sikur sa që thonë, nuk ka kanë gjendje, vetën e vetë kanë pak idehun ose ka bo në pavedi, ose sa s'po di me në gjykatës të prokurorin ata, ta dredhin, ta pështjellin, sa që e lëjnë fajtor këtë tjetër. Këto viktimin e lëjnë fajtor, dhe i kanë ndryshu dispozitat. E i ka mallku i madhi Allah. E jo, fejnë tonë ja. Fejnë tonë haram e haram, halal e halal. Pasha Allahu nuk arë si robi me hinë kamat, për pas raste ekstreme. Për shambull, kredit. Për një rast për mene se në shkikoha. Për shambull, këtha për shpi, për darsëm. As njëherë. Nëse runa zëtë smut një antari familjes. Dhe mjek të thëjnë urgent. Çdo ditë të vanë. Edhe së do vanë. Edhe nesër vanë. Se leju mas një mas një mujve. E gjelin dorë Zotit. Por, me marë se bepet, këtë të me quhe jashtë Kosovës. Tamam? E që vim 50.000 euro, 100.000 euro, për shambull. Kë, më nëtë më shtirë bërimet e veta, rrugët e veta, i lypi, kërë kanë i shtirën. Me lypë të bërë që akarbana dhe këndej ku ta dion, kajt i shtirën. Tash, me shpëtu qëtë njëri, me lejnë e Zotë nëse ka hymer, a në lehët neve njëri me bo një gjëna, a në bot që këtë gjëna që është me hikredet halal, për me shpëtu qëta. Qësa raste, kjo është domosdoshmëri e lejon të ndaluarën e që është kamata. Sigur se, mish në derët, ka drejt me hon robja? Jo, por nëse është robi në një vend ku fëkarallak varfëri e madhë dhe me dikoni, në luft, në për, ku dionën, statat të ndryshme, të ka rrëthuar miko, luft civile, ose i rrëthuar në mal, nuk e që ka hanë, o me dikoni, o me huar një shtasë gordhor, me huar një mas, me huar qenin, ose me huar derë. Atë bot halal, apo halak i haram, kjo haram është, po ty të lejohet për një sasi të caktuar, për një kohë të caktuar, sa më shpirt. Kjo është domosdoshmëria me shpëtu jetën, e lejon të ndaluarën, e që është ngrënia mishit të derët. Të domosdoshmëria me shpëtu të vdekurin, të smuarin, cilë është shumë keq me shëndet, domosdoshmëria e lejon me bëni gjëna. Por nuk domosdoshmëria në pas shpinë ta me lamenat. Po nuk është domosdoshmëria pas shpinë ta me rëndi, me 2-3 mijë me blione mobile. Po nuk është domosdoshmëria pasur në shpinë me telefon, me kësa çka televizion, e me pas atje me alamet perde, me alamet. Nuk është domosdoshmëri. Ku na pithu, ku na pikallzat të domosdoshmëri, ku na pithu. Baba e babgjyshet e baba e babgjyshemin kanë shtruan. Domosdoshmëria është me shtir fëmijën në një kolum. Mos po të mërdhije vlat, mos më prish vlat pe ftaftit. Mos më prish dielli, mos më lag shiu dhe mos më prish ftaftit. Kaç? Kjo është domosdoshmëri, sigur se punë teshave. Domosdoshmëri me pas një tesh njeriu me mbulu avretin, po edhe me mbulu pe ftaftit se mërdhijet prishet. Sa domosdoshmëri me pasën e jakën 200 euro, 500 euro shta? Apo këpusat, apo këmishana? Jo, mërë vla, jo. Jo, filani ka. Ja ka që zoti, inshallah ka halal e gëzën. Ja, i ka dhe aeroplanin dikush. Inshallah ka halal e gëzën. Sen, s'pe marrë lakmi. Asë që fije. Jetë shpe. Të hoqë këtë po përmbyllim për sonë të frende shumë. Të ndërrua shikues, repriza e këtij misioni është nesër pra në orën 12 në RTI, ndërkaq përgjithsisht vizitoni aplikacionin Dr. Shevqet Krasniqi. Natën e mirë.